Shkojmë pak tek ato 4 vitet e jetës tënde të para. Si ishte kjo historia 4 vjeç ka Kam funduar qenë në opera? Kopësh, kam qenë në Kopësh, në qytetin e Korçës dhe vendosej opera liceistës në teatrin e Noza Koçajupi dhe ju duhej një djalë që të këndonte, të kishte një vesh absolut sepse opera çdo gjë e do strikte. Matematika e operës e quaj unë. Dhe më zgjodhën mua për të kënduar në ato opera me këngëtarët më të mëdhenj të asaj kohe teatrit të operës dhe baletit. Dhe unë dal performoj dhe sot kur kthehem në retro, sepse çuditërisht disa momente në jetë nuk shihen kurrë, isha shumë i vogël për ta zhvilluar mendimin dhe them si u ndodhem unë rastësisht në skenë me artistët më të mëdhenj të kohës, nga Çoçako, Shqipezani e shumë të tjerë. Dhe mendoj që në atë moment jeta ime filloi të jetoja si artist, sepse në atë kohë nuk vendosja unë për veten, po vendoste ka qenë komiteti partisë, komiteti që më ka hequr nga Kopshi, më ka çuar në Kopësh tjetër dhe më dhanë orientimin artistik që në atë moshë dhe disiplina u instalua me mua dhe unë nuk dilja dot më nga ato rregulla strikte. Dhe kam jetuar me këmbë në tokë, sepse gjithmonë e dija sa vleja në kohën që jetoja. E dija që gjërat që prodhoja vlenin aq sa vlenin, po e dija që mua më jepnin një lloj ndjesie ndryshe nga moshatarët e mi, sepse jetoja i rrethuar me artistë të mëdhenj, Lindita Theodori, Ermira Babaliu, Pëllum Elmazi, Afërtita Zonja, më falni, në qytetin tim. Dhe domethënë që të rritesh dhe të vjedhësh, se kam qenë një natyrë që vidhja më të mirën ke tjetri. Më pëlqente batuta, më pëlqente autoriteti, më pëlqente dhe isha i mbajtur për dore nga këta lloj artistësh. Dhe u rita në këtë mënyrë me dashuri. Dhe me kohë e kuptova që njeriu ka gjëra më të bukura se materia. Jetojmë në një kohë që mbi vlerësohet materia. Unë akoma jetoj me brendësinë time, me emocionin. Unë kam mall për njerëz të mirë, kam mall për emocione, kam mall për prekje duash të sinqerta. Kurse tani koha ka devijuar dhe e kanë kthyer në biznes. Ja, arti nuk është biznes, arti është emocion. Për dikë që thot, kam kënduar, po themi në moshën 11 vjeçare ose 14 vjeçare, rita kuptoj unë se kanë qenë mësueset e fillores, koret e shkollave që mund të identifikojnë, pra ka një kohë fizike. 4 vjeç, çfarë ke pasur për të treguar veshit të qarën e intonuar? Jo, unë këndoja çuditërisht, imitoja këngëtarët e kohës, imitoja Ema Qazimin, imitoja Luan Zhegun, imitoja mënyrën si ne kemi patur në familje një prizë që bënim kafen dhe e merrja atë prizën e bëja si mikrofon dhe kushdo që vinte në shtëpi dëgjonte recitalin tim. Kam qenë një natyrë pa komplekse, sepse edhe këndoja dhe e kërceja në atë kohë. Por fal prindërve të mi shumë të mirë që nuk më çorientuan, do të them, me këtë fjalë më lanë ashtu siç isha.